Assalamu alaikum. Në këtë mësim do t'i mësojmë dy shkronja të reja, është fjala për shkronjen sin dhe për shkronjen shin. Të fillojmë me shkronjen sin. Shkronja sin ose s-ja shkruhet në këtë formë, siç po e shihni në ekran. Shkronja sin në fillim të fjalës shkruhet kështu. Në mes të fjalës shkruhet kështu. Dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi 3 s-ja të bashkuara. Pra kemi se, si, su. Se, si, su. Ti lexojmë shembujt të kjo fjalë. Se, bu, ha. Se, bu, ha. Tu kemi shembullin ha, se, de. Ha, se, de. Shembulli i tretë është de, gji, su. De, gji, su. Lexoni edhe ju së bashku me mua shembujt. Shembulli tjetër është se, khi, ru. Se, khi, ru. Shembulli i parafundit të kjo shkronje është ra, se, u. Ra, se, u. Dhe shembulli i fundit të kjo fjalë është be, ti, su. Be, ti, su. E tash do ta mësojmë shkronjen shin. Shkronja shin është kjo që po e shihni në ekran. Cili është dallimi mes shkronjes sin dhe shkronjes shin, gjithsesi mes shkronjes s dhe shkronjes sh. Shkronja s shkruhet pra kështu pa pika, ndërsa shkronja sh shkruhet me 3 pika. Pra, shkronja shin në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi sh, shi, shu. Sh, shi, shu. E thash t'i lexojmë shembujt e kësaj fjale. Tu kemi një shembull në gjuhën shqipe, kemi fjalën shetitu. Pra, shetitu. Shetitu. Shembulli i dytë është be, shi, ru. Be, shi, ru. Po e vreni se shkronja b në këtë shembull është shkruar pak si më ndryshe, pra vizën e ka më gjatë se zakonisht. Ndodh nga njëherë pra që shkronja b të shkruhet edhe në këtë formë. Dhe këtu kemi shembullin wahishu. Wahishu. Shembulli tjetër është shazidu. Shazidu. Tu kemi shembullin vashisu. Vashisu. Dhe shembulli i fundit në këtë mësim është gjerishu. Gjerishu. Kaq për këtë mësim, mos harroni t'ju shtroni shkronjat. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abëtarja Kur'anore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.